Sot në Vox Report do të pyesim qytetarët nëse ka ndryshuar klima politike në vend apo jo. Si ju duket atyre, më mirë apo më keq? Cili është sugjerimi i qytetarëve për politikanët shqiptar? Le të dëgjojmë disa nga opinionet e tyre. A ka ndryshuar klima politike në vendin tonë? Unë them se ka ndryshuar paksa. Si mas mendimit tem, politika shqiptare po ndryshon në drejtim pozitiv. Me qenë se unë shoh se kjo qeveri është një qeveri e cila brenda atyre mundësive që ka, ajo bën pothuajse gjithçka që ka të mundur. Për shembull, unë vrej se ka më shumë polici. Dhe policia për mua është më në pozicion të dëshirës për ta kryer detyrën. Pavarësisht nga mundësitë që ka, mjetet që ka, dhe ne duhet me kuptuar se policia shqiptare nuk e ka kollaj për me majtë rendin në krahasim me policitë e shteteve tjera, sepse Shqipëria ka një specifik e cila thot që populli ka armë. Dhe kur populli ka armë, policia nuk e ka të lehtë për të mbuluar me këtë mundësi dhe mjetet që ka. Duhet me kuptuar se shtetet tjera për policinë disponojnë mjete më të sofistikuar, kanë një legjislacion më normal. Unë them që do ishte mirë që të bëjmë një ligj ku çdo është e pamujtur me zgjedh ndryshe. Gjithë popullit kanë drejt me majtë armë. Po me shku një qytet, disa vagabonda me 2-3 Kalashnikov me një dikuj në shtëpi, ai bën gjithçka. Atëherë duhet me mbrojt jetën, edhe jetën le ta mbrojnë e vet duke pasur armën të regjistruar. Siç bën popujt e emancipuar, Gjermania, Anglia, Amerika e merrall. Ata duhet me mos mençurve gjatë cilën politikë se bën e para. E dyta është që në politikën shqiptare mangësia më e madhe është tek drejtësia. Dhe drejtësia për mendimin tim është shumë kollaj për me rregullu në standarde shumë të mëdha siç e ka Suedia për shembull. Si mund ta bëjmë këtë punë? Se me fola shkollaj. Merre një gjykat ose 3 gjykata, një në Shkodër, një në Tiranë, një në Jug. Pa marrëm Shkodrën, 25 gjyqtar janë aty. I thot, sa vendime i ke dhënë të vitin që ka kalu? Ka dhënë 100 vendime, 3 ditë e jepi vendime. I merë dosjet, kush e ka fitu gjyqin e ata 100 dosje. E merë 100 emna. Me dekret i thu këtu 100 vetëve, hatëni këtu në herë mendim ju për këtë gjyqtarë si ju kanë gjyku ju. A ju kanë marrë para pa ja. Me votim shefti jepet një copë letër të bardhë, mos e shkruaj emrin hiç ti i thon, që ta japin vullnetin. Hiç mos e shkruaj emrin tan, vetëm shkruaj aty plus nëse të ka marrë para dhe lënë bardhë nëse s'ka marrë para. Bëhet votimi, dolin 3 letra me plus, i thohet ti jep drejtësi me lek. Ti se ti je gjallë në drejtësi Shqipërisë nuk ke punë. Kur ti bash 3 kurbana në Republikën e Shqipërisë, i thu sot 3 muaj do vi të kontrolloj prapë, po jo do të kontrolloj për këta 3 muaj, se mund t'ju pushet gjithëve. Kush nuk ka zanmen, kush ka qef që ata 1.400.000 lek rrok në muaj që merr me ja kthy shpinën, le ta provojnë. Në këtë mënyrë unë them se do të rritet shumë standardi. Unë jam kryetari i partisë politike Bashkim Popullor i Pensionistëve. Dhe në fushatë e kam bërë këtë gjë. E kam thënë këtë gjë. Mirë, po populli nuk e dën. Që kam thëtë mua që ky popull nuk e dën vetë drejtësinë. Unë ta them voto për partinë e pensionistëve, vetëm për popullarët e nënat e këtij kombi. Kush ka më dëshirë, më dashuri për popullin se sa baba jote e nëna jote? A mundet kjo parti me kthy shpinën fëmijëve tonë një për vetë mesave tonë? A mundet me leju kjo parti në një parti tjetër me i shkel me kam fëmijët tonë? Me ja grabiti jetën. Kush je ti që ja grabit jetën? Se ti i grabit jetën kur e lën pa mbrojtën, kur e lën pa punë. Vetëm kaq, 400.000 vet nuk paguajnë sigurimin shoqëror, nuk i paguajnë biznesmen. Dhe ka 70.000 lekë muaj, i thonë 28 miliard që nuk kanë arkën e shtetit. Dhe unë i them kryeministit me letër zyrtare nga partia jeme, të ndihmoj që pensionistët që janë çdo rrugë me të tregu se cili është ai nini, kush janë fëmijët tonë, nipat e mesat tona që si paguajnë ata sigurimet që t'ja mersh edhe të hinë arkën e shtetit 28 miliard. 28 miliard lek janë baraz me 200.000 vet, me avon, më fal, 140.000 vet ka 200.000 lek në muaj. Pra me fut në punë 200.000 vet, më fal, 140.000 vet ka 200.000 lek në muaj.
Zotëri, çfarë do t'i sugjeronit politikanëve shqiptar? Me marrë një reformë për drejtësinë, për që thash, me ba ma kujdes edhe mu ba karah, edhe mos me afut e shkopin në rrota qeverisë shqiptare. Po me ndihmu çdo parti politike, me ndihmu, me i bashku durët me Edi Ramën për me rregullu këtë kom. Jo koment. Faleminderit. Të tregoj hallin tim, nuk di sa mirë do funksiononte. Unë e përsekutuar jam hequr nga puna pas një shkak. Kështu që unë mendoj se është përkeqësuar. Dhe fatmirësisht, kur unë kam filluar punë në 2006, ajo që i kam zënë vendin e punës ka qenë emëruar drejtoresh në ministri. Dhe sinqerisht, me votë majt familjarisht. Pra unë mendoj se janë përkeqësuar. Duhet ta marrin më shtruar. Mos të mbajnë hajdutët, të marrin njerëzit që kanë një profesion, të marrin njerëzit që kanë guxim të përballen me krimin, me realitetin dhe mos të abuzojnë. Kanë mbajtur gjithë abuzuesit. Unë kam qenë inspektor ushqimi dhe them drejtën pa drejtësia që më është bërë, nuk e di se çfarë do ta ndaloje. Akoma sot nuk kam filluar punë dhe nuk kam asnjë shpresë. Nuk e di. Këtij vendi uroj vetëm të ngordhin ata që janë hajdutë, amoral, ato që nuk e duan këtë vend. Nuk e duan, nuk them me emra, nuk janë të gjithë, por i thras ndërgjegjes tyre, në qoftë se kanë ku ndërgjegje, të mbajnë njerëzit e aftë. Jo njerëzit që din të vjedhin, njerëzit që derdhin interesat e drejtorat që janë vendosur. Nuk e di, Zoti na mbrojt. Mirë në politikë lutë. Faleminderit. Unë si qytetar në që së më dalë në rrugë, të themi dy vllapë kështu. Unë nuk shikoj që të ketë ndryshuar klima politike në vend. Biles mund të them që është përkeqësuar klima politike në vend. Duke filluar ato shpërthime me tritol që bën poshtë lart. Të si këta thonë televizor që kemi kapur sa persona të cilët merren me këtë punë që i bëjnë të shpërthime me tritol. Po prapë shikoj që ka një pasiguri në popull, në masë, në turmë, në qytetar, ndjehet një ndjenjë frike. Në fjalë, njerëzit nuk janë të sigurt, pavarësisht të policia pretendon që ka bërë një farë punë, ka kapur disa autor, ku shpërthimet që janë ta me tritol. Po prapë pasiguria ndjehet. E dyta, kjo klima domethënë politike bëhet llaf këtu në qeveri. Qeveria kur e mori këtë pushtetin, i fitoi kjo qeveria socialiste. Tha që kjo qeveria pasar se ne ka lënë ca gropa. Ne ka lënë ca gropa të mëdha që këto gropa ne e kemi vështirë të riparojmë. Morë tash këto gropa ata vërtet i kanë lënë. Këto gropa duhen mbushur. Këta si qeveria tash ç'po bëjmë për të mbushur këto gropa? Se këto gropa ishin të mëdha ato gropa, duhen mbushur. Këta unë s'po shikoj që këta të kemë bërë në një gjë. Me fjalë këta premtuan shumë në fushat, patën një projekt, patën një projekt. Sigurisht për të marrë votat e bën atë punë, po domethënë nga ato që thanë pak bën, me fjalë pak bën, dhe tash unë nuk shikoj në një gjë pozitive që mua të më lej përshtypje që këta janë në sensin e mirë, ose po punojnë për mirë, ose kanë arritur rezultate, ose se thuash janë avangard me detyrat që kanë thënë që do bëhen. Nuk shoh në një gjë kështu domethënë deri tash. Më vonë nuk e di. Ata patën shumë projekte, nuk e di patën për shëndetësinë, patën për ilaçet falas, patën për spitalet, patën për pensionet, nuk e di domethënë ca projekte që i kishin në ato të tyre që janë ato idetë të tyre, ato platformën e tyre. Me fjalë që duhet gjetur konsensus midis palëve, midis majorancës dhe opozitës. Në qoftë se ne nuk arrijmë të gjejmë konsensus, nuk e filluam në parlament, e kupton? Domethënë ne kështu do vazhdojmë. Rrumpall dhe sapi. Rrumpall kanë qenë ata që ikën, rrumpall këta që erdhën. Kështu vazhdon Shqipëria. Kur i pyet turm, kur pyet popullin, njësoj thotë si ata, si këta. Domethënë populli nuk shikon ndonjë gjë të re nga këta me ardhen e tyre në fuqi. Unë kam me këtë teatrën, domethënë që kam thënë një nuk e intervistë rrugës, nuk e di, ju më keni marrë, nuk kujtohet, që neve duhet të qeverisë me politikanë për shembull që vinë nga vendet perëndimore që kanë një nonsens, kanë një kuptim tjetër për demokracinë, kanë një mendësi tjetër, një kuptim tjetër,
një kulturë tjetër, janë më të kultivuar, janë më të kultivuar. Ja po shikoj tash, po futën pak se çik më thellë. Ne kemi një ministër mbrojtje, kemi një çështje Mimi Kodheli. Ai është grua e mirë kështu, po ajo ka mbaruar për ekonomi. Vendi i saj nuk është në Ministrinë e Mbrojtjes. Them unë, me fjalë, të drejtosh Ministrinë e Mbrojtjes, duhet të kesh mbaruar një për art ushtarak, të njohës strategjinë ushtarake. Tash ti mund të thuash mua që ajo ka këshilltar që qeverisë. Dakor që ka këshilltar, por kur vjen puna ministri vendos. Me fjalë, ajo fane mirë mund me profilin që ka si ekonomiste, mund të punonte në një komision për buxhetin, komision e punëve të buxhetit, ose në komision të buxhetit, si ekonomiste, ose të financiere në këto komisione. Po jo për art ushtarak. Domethënë jo ta vesh të ministri mbrojtje. Domethënë çfarë mund të presësh nga një femër që ka mbaruar tjetër profil. Dhe tash ti e mendos ministër. Thash, unë nuk kam paragjykime që nuk është grua e mirë. Kam mendim që është grua e mirë. Po duhet të gjesh punës, duhet të gjesh njeriu. Jo të shkoj puna po njeriu, do të shkoj te puna. Me fjalë në këtë rast. Ose marrim një shembull tjetër. Kemi atë Gjoshin, Klajta Gjoshin. Atë Gjoshin. Ajo tamam ka shkuar në vendin e dur. Po shikoj se kurrikulumin e saj, ajo ka mbaruar në Angli për marrëdhënien ndërkombëtare, për të drejtën ndërkombëtare. Me fjalë, puna ku ajo ka shkuar, ajo Gjosha, është master model në ato civilin e saj kurrikulum që jam të gjoshur. Domethënë, në gazetë kanë parë diçka e tillë. Puna që ajo bën i përshtatet profilit që ka mbaruar, sepse ka mbaruar për marrëdhënie ndërkombëtare. Domethënë, kurse kjo është tjetër, kjo është nonsens, punë kësaj ndryshon, pasi kjo nga një ekonomist shkon drejton një ministri mbrojtje. Me fjalë, duhet të gjejmë kuadrat të tilla, të cilat kanë mbaruar të gjejnë profilin, të vendosen kuadrat, punët të jetë në bazë profilit. Jo të shkoj punat e njeriu, atë që thash. Një njeriu te puna. Këtu një lloj gjithmonë. Gjithmonë është një lloj. Si ata si këta janë një lloj gjithë. Kthejnë kokën nga populli edhe të mos merren me veten e tyre. A ka ndryshuar klima politike në vendin tonë? U them se jo. Më mirë, më keq? Pak fare. Çik më mirë. Shpresojmë inshallah që ka rezultate akoma më të mira. Unë do të sugjeroja që të japin forcë sa më tepër shtetit shqiptar. Nga ana ekonomike, nga ana punës, nga ana politike. Klima politike sa vjen edhe thellohet. Përkeqësohet? Përkeqësohet. Mundohen që palët nga njëra tjetra kërkojnë të fajsojnë njërin edhe tjetrën për problemet që ndodhin. Edhe nuk japin zgjidhje, po vetëm fjalë si mund ta poshtrojnë, si mund ta vënë palën tjetër në pozita të vështira. Politikanët shqiptarë duhet në radhë të parë të mendojnë më shumë për Shqipërinë. Të mendojnë më shumë për ekonominë, për stabilitetin, edhe të mos mundohen që të ngarkojnë barën njëra tjetrës. Por më shumë duhet japin të sugjerojnë si mund të përmirësohet kjo situatë.